Ledio me fabulën numër 2, please. Okulla, para se të më shpjegosh se ç'ishte kjo histori, unë dua t'i them njerëzve që nuk e din, që kjo ka ndodhur dje. 4 automatik janë gjetur, 1 pistolet, 17 granata, hajde këtu Ledio. 4 automatik, 1 pistolet, 17 granata, 7 karikator me fishek, 2000 fishek, kapsolla detonatore elektrike, fitil zjarr përcjellës dhe qershia mbi tort, hiqe pak titullin Ledio, hiqe pak titullin ton, kashen ton, një flamur i organizatës ISIS. Tani Kulla, besoj i di detajet e kësaj gjeje apo jo? Po i lexova i pash. Mund të na thuash të lutem ç'ishin këta dy njerëz me mjekra, të cilët duhet thënë që qelluan, hapën zjarr, ndërkohë që e dinin që ishin zjarr. Jo, kanë hapë zjarr. Po jo kundër Eneas, hapën zjarr kundër Eneas, kishin vdekë të dy atas. Por ata hapën zjarr, nuk e di kundër Eneas apo jo. Kur morën vesh ishte rrethuar, hapën zjarr. Kjo është komunikat policisë. Po nuk kanë hapë zjarr kundër Eneas, se nuk kanë ardhur Enea. Sa po të kishin hapë zjarr kundër. Kanë hapë kundër policisë thjesht që ka shkuar atje. Po, kur ka shkuar atje, po. Ja ku janë, ja kemi dhe pamje tani, Enea si futet brenda po. 12 vjetor rezistencë ndërkohë, sepse nuk ka pas rrethim, ka pas izolim, sa atje ku është nuk ka njerëz atje më. Është në një fshat që quhet? Është në Orosh. Oroshi nuk e di gjithë dynjaja Kulla, se ti e thua kështu se nga që ti e njeh Shqipërinë. Është një nga zonat më katolike të Shqipërisë. Në Fusharrës. Është kjo në fakt është një zonë që ka qenë me mirditën, por kur është ribër ndarja territoriale ja kanë kaluar atje. Po kjo është një nga zonat më katolike të Shqipërisë. Po kjo nuk është se kanë lidhje. Këta dy kanë qenë familje katolike dhe janë ka lidhje. Ja konvertuar. Po më çan, ka lidhje. Dhe ato granatat që shefti janë granata ushtrie nga ato të vjetra që i kanë ashtu si janë granata të reja. Dhe këto armët Kalashnikov që pse i shef gjithashtu janë armë goxha të konsumuara. Nuk janë armë të reja si ato që përdorën në Rinë as para 2 javësh. Nuk ka lidhje me atë lloj. Janë të vjetra thua ti. Vjetra janë kallash, po nuk është se ka... Po ishin kallash gjithas, s'm dukon si kallash. Nxjerrë një foto Ledio? Kallash. Kallashin të katërta? Kallashin, po. Nëse, ha. Tani... U kapa si fundim, u kapa në gjallë. Po, u dorëzun, s'u kapa në rrethun, që do bëjnë? Edhe shi, palesën që zonet thellë janë këtu. Është majtë malit, nuk ka njerëz atje. Nuk ka më njerëz në fshatë, kupton, ka që ashtu. Është një shtëpi e vjetër rënuar, shtëpi Guri. Dhe... Po si, o Kulla, para se të më futesh të thelbi. Nga një fshat i kësaj, i Laçit, i Kurbinit. Kush ky? Ky kryesori. Hamzaj, si e kishte kjo? Po, edhe ky është nga një fshat i Kurbinit. Ka jetu ca kohë edhe në Kamës, më thanë. Ka qenë dikur ushtar të këto forcat e ushtrisë që kemi ne. Kurse ai tjetri vazhdon e ka familjen katolike dhe vllai i tij ka negociuar dje me Renean që mos i vriste Renea, se po tyte do i vriste Renea të dy. Edhe ja, ai flamuri tash që ta sqarojmë nuk është se po të shkojmë me variantin që këta janë ISIS dhe flamuri i ISIS-it, ai ka një shprehje në arabisht? Është shkruajtur në arabisht, po që është ai shahadeti, pranimi i Zotit, i Allahut, domethënë unë njoh Allahun dhe pranoj atë dhe lutem ndaj tij, domethënë ajo është shkruar aty, nuk është se kanë ashtu. Flamuri i Zit të nënkupton këtë... Se të zi e kishte ISIS-i, po? Që janë, le të themi, indoktrinuar, pra indoktrinimi. Duke patur parasysh që ky zotëria i ka bërë një 3 vjet burg për nxitje të urrëties fetare. Po të dy kishin probleme ata, kishin precedent me drejtsinë. Edhe njëri dhe tjetri. Po sigurisht që precedent me drejtsinë duket që janë mirë edhe nga mend ata, nuk është se janë... Mund t'ja themi njerëzve... Njerëz që shkojnë rrin majt malit izoluar me ariun, çfarë? Se kishin shkuar atje Kulla. Dhe... Pra jepi drejtim të se atje në majtë malit që të bësh? Jo, pra kanë fjalën, pse i ndihta të terrorit ta, kishte sinjalizim nga kush? Po kujt diun që sinjalizim atje ku kanë shkuar ata ka qenë shumë me kollaj për t'i dalluar, atje s'ka njerëz. Dhe dikush që vjen që s'është nga fshati, dhe që le mjekrën, dhe që mban armatime, disa kollaj dallohet apo jo? Ai tepër që zonë katolike thua ti. Përveç që zonë katolike, po edhe mos jetë zonë katolike, ajo është shumë kollaj sepse është një vend që pak njerëz ka dhe dallojnë njëri tjetrin, se njohin gjithë njëri tjetrin. Po çfarë fshihet më përpara kësaj? Po asnjë më çfarë fshihet. Është banale fare si histori thua? Po janë 2 njerëz të çmendur. Ti i quan të çmendur kështu në kuptimin kanë rrjedh në literal votit fjalës. Kuptimin literal që i ka
i kanë thënë trurit i këpirdu nga pikpamja e radikalizimit që kanë marrë. Dhe kjo gjëja po është përdorur sot edhe djenë media duke amplifikuar ndoshta për të heqë vëmendje dhe nga një gjë tjetër, sepse ata po t'i kishin gjujt qoftë edhe një plumë Reneas, kishin mbaruar punën atë. Ti e di çfarë bën Renea? Të grinë pra. Renea del me urdhër drejtorit të përgjithshëm dhe kur kthehet Renea o të ka lidhur me litar ose të ka varros në tokë, se ty nuk ka rrugë tjetër kthimi Renea. Aq më tepër kur reparti merr edhe snajperistët me vete vendosen aty në momentin e parë që ti bën zjarre i bam edhe e ka justifikuar. Pra, nga kjo pikpamja është një sinjal i asaj që unë them shpesh që sa më periferi të shkojmë, aq më shumë njerëz të çmendur gjejmë. Para Pa dashur të kundërshtoj. Para një vit e termin të çmendur, se thonë para një vit e gjysmë në fshatin tim në Zëmblak të Korçës. Zëmblak, po. U çmend njëri aty, domethënë, prap me armë, ai shkoi u izolua dhe ai një shtëpi fshati aty. E vrau policia, domethënë. Nuk është se s'ka ngel më njerëz fshatare, po këta nuk janë as nga ky fshat. Po nga ishin? Nga kjo zonë. Ky tash pra është nga Laçi, ai tjetër është nga i fshat tjetër i Pukës dhe këta kanë shkuar janë izoluar atje. Po shtëpia kujt që kjo? Po ishme një shtëpi e braktisur kanë aty, ti e pesësh ajo, pse ç'a duket ty? Bazë stërvitore? Ore, okulla dëgjoj tani. Ka mundësi që këtë lutem të kalojmë në versionin B, se ky është versioni A që ti. Po. Versioni A, B, se nuk kemi ç'a duken granata të reja aty? Po mi më shën si kanë ato duket që kanë qenë fshehura në tokë dhe që janë ashtu me balte me. Po mi pa në rregull, po kjo s'do të thotë se ato spunojnë okulla. Shiko, që ta qartësojmë, ata kanë bërë krim Qa plani kishin? Ata, po kujtun që plani kishin malë, janë malë, o qanë, malë, që do të qa plani do kenë? Përgatiti është mali o burë. O qanë, pëse nuk përgatitën të qytet ata i vranë, ata mes aeroportit Rinasit, mes qytetit, harrove para 2 javë. Ma ishte akti, po më po them, para se të bëhet akti, diku e bëjnë këta përgatitje. Ti kujton se ka pak poligone në Shqipëri për të bërë përgatitje, apo i kërkon kush më poligon lejen e armës ku shkojnë stërvita. Aq më tepër njëri si ky që ka qenë ushtri apo. Sepse këta duhet thënë ky ka qenë komando. Çka ka qenë ky djali? Nuk e di se çashtu, po ka qenë ushtri. Dhe në ushtri ka qenë te forca speciale të ushtrisë, tash ja ka qenë komando, ka qenë batalion mbështetës, ashtu nuk e di sepse nuk e kam parë karrierën, po di që ka qenë mision jashtë dhe edhe që ka qenë ushtri. Këtë gjë e di. Tani që ata që policia ka bën mirë që i ka arrestuar se këta kanë pas eksploziv, armë pa leje etj, ka bën mirë. Po nga këtu të kalojmë me themi terrorizëm është... Ti vetë nuk e beson këtu? Jo, se besoj. Unë i shoh si njerëz që i ka ikë mendja. Dhe i shoh njerëz që i ka lënë mendja dhe tek ne në Shqipëri ka shumë problem që ka shumë njerëz që kanë probleme me trurin. Dhe ekstremizohen në një anë ose në një anë tjetër. Çfarë them unë? Ata që vriten nëpër fshatrat katolike në malësi të madhe që izolohen e që rrinë të izoluar në përkulla në emër të kanunit të Lek Dukagjinit, them që ka fjalën e ka fajin Kisha Katolike, po se them do të për të shi. Ata janë njerëz që i ka ikë mendja dhe kanë bërë mirë që s'janë përgjigjë Renea, se Renea do t'i vriste të dy. Bë një pauzë vogël, sa për info për njerëzit, se ti i di. Të dy mendohet se qëndrojnë të fshehur, pra dhe ky Erzen Uka, që quhen ndryshe dhe Hamza, dhe Julian Çumraku, që u dorëzuan pas 12 orësh Reneas, mendohet në Oroshpa të Fusharzit, mendohet se qëndrojnë të fshehur në këtë banesë prej 2 muajsh. Uka ka qenë ish pjesëtar i forcave paqëruese të Shqipërisë në Irak kulla. Po çfarë do hanin aty brenda ata? Prit një sekond tani, në Irak. Pra, për ta lidhur me ISIS-in. Dhe është i njohur për policinë për veprime ekstremiste. Kjo është komunikati i policisë. Policia në njoftim zyrtar zbar dinamikën e ngjarjes. Ka qenë burg pra tash për nxitje të urrëties fetare ka qenë burg. Çfarë do më tregoj policia më? Është dënuar me vendim gjykatën. Më një sekond tani. Pse, po tani midis nesh. Pse munduhesh ta minimizosh ti këtë? Po sepse tillë është çan, po fry një gjë e cila s'është. E morën i kapën dhe i çun burg. Po do i dënojnë prapë për nxitje të urrëties fetare për armbajtje pa leje. Ku është terrorizmi më burr? Vetëm Shqipëri mund ndodhi që ti vëm vetes një gjë që se kemi. Si mund t'i vëm vetes në vendit një oll që se kemi? Sa njerëz ka këtu këtë vend që ka lënë mendje, për ditë ka nga këto ngjarje këtu. Shqyqër zotit këtu, as kanë bërë dëm, as kanë vrarë njeri, as kanë vrarë vetë, sepse do kishte varrosur Renea sot do bursa. Po me ato armë atje kishin për qef ata për hobi. Ore, diti sa armë ka akoma Shqipëri. Ata duket që janë njerëz që i ka lënë ky të Peleku kokës. Ai ka qenë një njerëz që dikur ka qenë forcat ushtarake të ushtrisë dhe nga pikpamja e ka bërë nga se është ideologjizuar, se
E pra Kujtëm se që ka bërë. Problemi e se nga këtu, thënë që ka bërë terrorizëm dhe këta... Jo ka bërë. Po i sekonda. O të shio, Qana, a i që dilte me atë flamurin para një vite aty, që rëzoj Asadin, para 2 javësh ishte në zyrë presidentit Amerikës, apo harrove? Al Gjolani. Al-Qara. Tani ja ish Al-Qaeda, Bilas ish Al-Qaeda, së Po ish Al-Qaeda, ish Nusra, ish ISIS, gjithë në një koalicion ishin atë atësh. Tani, mos i ngatrojmë gjërat. Sepse duke ngatruar gjërat... Po, në basi këtyre së janë senjali që ata të... Ure kanë bërë mirë që i kanë fut në burg, që i kanë dalu, që i kanë marrë armatimet dhe kështu ta bëjmë me gjithë. Po nga këtu, për të thënë që kemi të bëjmë me terrorista, është shumë largë qanë, sepse e dëmtojmë këtë drejtë vëndi ku rrim. Sot isha unë, takova ca njerës, edhe më pyetëm për këtë gjë. Edhe ata kishin bërë raport që këtu po bëhet nami, ka lind ISIS-i në Shqipëri. Ata janë 2 njerëz i ka lënë kjo, Qana. Ata çfiz vetë nuk i marrin seriozisht. Ka hyrë vllai vet, ka folë me Renean që mos i rrisë Renean. Dhe kanë negociu pastaj dhe janë dorëzu. Të lutem. Pra, ka diçka që s'funksionon në logjikën tënde. Një detaj vetëm. Cila? Ti mundohesh ta relativizosh. Dhe mirë bën se kjo është qëndrimi jot dhe unë të besoj. Problemi është ky vëlla. Fakti që këta ndiqeshin, se ishin fshehur për 2 muajsh atje. Pa do të thënë që ka pas informacion. Shihni ma atje kanë qenë më burr, s'ka shku kushti ka. Po pse shkuan? Ka shku dje policia. Pse? Ka shku dje policia, po normale do shkoj policia, ka shku të verifikoj, ka pana një nga ta fshatarët ashtu, ka shku policia, ta i kanë thënë mos u afroni se me ashtu, policia vendase nuk ka lëviz më pastaj, janë lidh me Renean, drejtori i përgjithshëm ka urdhëruar ofën e shon Renean të dy bashk, ka shku atje i kanë thënë do dorëzoni, do ju vrasin. Çumraku dhe Uka... Dhe po themi gjë, që po të rezistonin do t'i vrisnin. Këtë ma the. Çumraku dhe Uka ishin prej kohësh në vëzhgimin e antiterrorit. Uka ish pjesëtar i forcave paqëruese të Shqipërisë në Irak, u dënuar në vitin 2020 në akuzën nxitjes terroriste. Nxitjes urrëties fetare. Tani unë po them komunikatën. Kodi penal o burr tash është nxitje urrëties fetare. Po them komunikatën vëlla. Po mirë, komunikata nuk është ligj. Në vitin, një sekondë, unë jam detyruar të citoj në këtë rast komunikatën zyrtare, por në vitin 2015 ajo arrestuar për përgatitjen e fëmijëve për të bashkuar me ISIS-in, akuzë që aso kohë solli përplasje të forta mes Ukës dhe qytetarit dhe gjyqtarit Bib Ndresa. Po. Pra do të përgatiste fëmijë për të shuar në ISIS. Po. Dëgjoj tani. Po. Ndërsa Julian Shumraku, mos ndërpre. Baba e një vajze ka qenë emigrant në Francë, precedente të mëparshëm penal dhe konsideruar si person rrezikshëm për shkak të dinakërisë që karakterizonte. Madje në kontaktet e rralla e banorët e fshatit, ai u thoshte se i njihte, duke u cituar dhe emrat me qëllim të i vinte nën presion që të mos flisnin. Dakord? Edhe? Tani një sekond pra. Ku e pe terrorizmi se këtë du të kuptoj? Orë me njerë, orë kolla. Nuk thashun që... Sa budallej kanë katun që kërson komshiun. Aty vrasin vlaj në Shqipëri në burë. Ta janë 2 njerëz të çmendur, i kanë thënë trurit edhe i këpirdu nga pikpamja fetare, edhe kanë marrë ca armë vjetër i kanë aty, Shqyqyr që s'kam vra njëri, sepse çmendurit vret. Po të kaloni një ditë në aks pra këta, ti thua s'do kaloni asnjëherë në aks. Po, kur o qanë, aty kanë qenë 2 muaj, mund të kalonin, mund të kishin vrarë fshatarët, nuk vran njëri o qanë. Ata tjerë që kishin për të vrarë, shkuan mes aeroportit të Rinasit, i peti me kallash të rinj e tjerë me uniformë aty, vranë edhe ikën, 1 minutë më rrën punë. Ka për të Shif shtot më burr. Autoritetet kishin evidentuar, thot, dëgjon ti terrori, antiterrori, në prill 2019 kulla. E kishin evidentuar, thot, si element me prirje radikale ekstremiste, simpatizante për krahas e organizatave ekstremiste ISIS. Në rrjetet sociale ai kishte qenë mjaft aktiv me postime fotografish dhe video simboleve të organizatave ekstremiste apo dhe demonstrime të teknikave të luftimit, stërvitjes, trajnimit nga luftarët ekstremistë, përfshirë stërvitjet fëmijëve me qëllim për të dërguar si luftarë të ISIS-it. Në shtator të vitit 2020 prit mbaroi. Ai u dënua me 3 vite burg nga gjykata e Tiranës për akuzën nxitje thirrje publike e propagandës për kryer veprave me qëllime terroriste. Po e futën burg. Prit, dhe mbajtje pa leje prodhimi i armëve shpërthyese dhe municion. Po pra mbajtje pa leje. U ka kërcënuar aso kohë dhe gjyqtari Bim Ndreca dhe prokurorin Eugen Beci. Po. Duke pranuar se do të japin llogarisë sapo ai dal nga burgu. Dakord? Po. Ashtu. Edhe? Ledio, kemi video tjera? A kemi video tjera se ka disa video këtu? Prit tani, se ka një gjë këtu. Ku ishte ky në burg? Po. U ftillua në burg nga trut? Më keq u bë. I kam çuar një foto sot Ledios, drejtori i përgjithshëm i burgjeve ka bërë gjë të bukur. Ka bërë një marrëveshje me basitë tona fetare, ku për çdo burg ka nga i përfaqësues nga besimet fetare që edhe ashtu që të merret me njerëzit që bin aty. Ja, ku e ke aty? Kjo foto këtu i përgjithshëm. Po kush është këtë foto, kulla, mi foto? Është
Baba Mondi përfaqësuesi Bektasjanëve, është përfaqësuesi muslimanëve, përfaqësuesi ortodoksëve, përfaqësuesi katolikëve dhe ai i protestantëve. Cili është i protestantëve? Ai çuni që është me kravat këtu në krah. Nuk është pastori, nuk është Akili. Jo, po është një nga ashtu mik me Akilin. Okej. Edhe në çdo burg ata kanë bërë marrëveshje që të ketë nga një përfaqësues të besimeve reciproke, sepse njerëzit kur janë burg i lë dhe mendjeshan. Që të ketë një hoxh nëse duan të falen, nëse janë bektashin të shkojnë ta kenë aty, nëse janë ortodoks. Normale, si çdo vend zhvilluar. Tani, ai ka bërë 3 vjet burg, për mbajtje pa leje dhe nxitje të urrëties fetare. Doli nga aty, doli më në rregull apo doli më i çmendur? Më kjo është, pastaj kjo është çështje tjetër, ne s'na intereson kjo valla. Tash Ne thjesht do të kuptojmë, kam pas indicie këta të policisë. Po kujt di unë fol me ata tash, ata flasin broçkulla tash. Ai është një njerëz që ka qenë 3 vjet në burg. Po, në 3 vjet në burg, çka kanë bërë këta? Nga 3 vjet në burg, ka ikë nga këtu, ka shku Majt Malit, shkuën e kapën dhe Majt Malit e futën prapë në burg. Kur dali herën e tretë, sipas teje, nëse këta nuk i marrin, nëse këta nuk i rekuperojnë për shoqërinë, ç'a do bëj? Herë ta vonë do vrasin e një dhe mirë pafshim dhe më do të vrasi policia. Po ky s'është terrorizëm, çan, ky është një shtet i paaft të administrojë qytetarët e vet. Këtë duhet bëj, këtë që ka bërë drejtori i burgjeve, këtë duhet bëj dhe policia valla. Tulet flasim me këta me. Por edhe kjo foto nuk shoh këtë unë, valla. Ku është ky valla Rabini? Pse mungon Rabini këtu më valla? Po s'kemi kështu e bëjnë burg ne. Po duhet kemi më valla, e ke parë Tifuzim. Ua? Tifuzim burg. Si tifuzim burg më? Ja e brejt. Jo më këtu në foto pse Po mungon? pra po, sepse s'ka e brejnë burg që t'jenë të burgosur, se këta janë njerëzit që janë aty se. Po më të ketë ndonjë më kujt ti që s'ka valla. Ka shumë e brejnë në Shqipëri valla. Po jo, më s'kan burgje po. Ha? Po s'kan burgje. Po Je i sigurt ti? Po unë di që s'ka, po ashtu ndoshta po ka të çon. Ço dhe formalisht valla. Po kujt unë? Ndoshta ministri i drejtësisë mund ta bëjë marrëveshje. Po duhet të ketë patjetër, s'ka mundësi të jenë gjithë fe dhe mos jenë ata. Për shembull, kjo është një foto e bukur kur kam qenë kryetari i kulteve unë para 21 vjet. Po ti ku je këtu? Po se jam para 21 vjetësh kam qenë kryetari i kulteve dhe kemi bërë atë marrëveshjen për angazhimet e përbashkëta për paqe, për dialog e tjerë dhe Po kjo foto është tani afër. tash para 2 muajsh. Për çdo burg është bërë marrëveshje që të ketë nga i përfaqësues komuniteteve fetare. E Ledio, do bëjmë një xhiro urgjent tani, sepse duhet kujtojmë njerëzve që nuk futet hiqe pak titullin Ledio. Hiqe pak titullin, të lutem, je i madh. Nuk duhet të futi çdo lloj zorre që u del në rrugë, dakor? Do të shkojnë atje ku zora është cilësore. SPO il quhet. Do një ruani makinën tuaj, do një të jepni performancë motorit, do një makinë jote të shkëlqej në rrugë. A? Të mos dëgjoni zhurmë të mëshë, mos ju pikojnë nga poshtë, mos u nxjerrë gazet të këqija. Mos fusi çdo lloj zorre, pra, shkoni vetëm këtu te SPO ili. Jam dëshmitar, kam kaq kohë që jep makinës atje, kam vite. Kam shpëtuar valla, që në Shqipëri, dini se ç'është? Të gjitha janë nga karburantët. Ktu është 100% cilësore, jo fake. Dakor, SPO il janë të paparë, janë kampiona, është the full of champions. Bravo Said. I paparë. Si veç mrekullie, gjithandej e keni. Dhe mund mes bllokut për gjithë ju që keni makina të mira. Doni të futeni atje. Mund blok. Per. Asa në Peqin, në autostradë, në llogavajës, gjithandej. E se po ili është mrekulli. Shqyr, është krizë pa fare karburantit mirë. Krizë madhe shumë, shqyr që është krizë. Ledio, kujdes, tani nuk do kalosh tek sa është ora? E 5:06. Kulla, ke qef të rrim qik më shumë? Po më rrim. Mira dhe, kalo si pas, digjo, Ledio, bëhet të fundit, më falë një sekund, mos fut Ukrajinën, do futesh, më falë, mos fut Emiratet Turqi, atë pjesën, do futesh Ukrajinën. Do rrim pak minuta me